Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Me rastin e ditës ndërkombëtare të familjes, ne realizuam 2 biseda mbi rëndësinë e familjes, vlerat që ajo përfaqëson dhe ndryshimet që kanë ndodhur ndër vite në jetën familjare. Përmes rrëfimeve dhe kujtimeve të 2 gjeneratave të ndryshme, u ndalëm tek mënyra si kanë jetuar familjet dikur, lidhja mes familjarëve, respekti, sakrifica dhe sfidat më të cilat përballet familja sot. Në kohën moderne, ku ritmi i jetës po bëhet gjithnjë e më shpejt dhe teknologjia po ndryshon mënyrën se si komunikojmë, si e kalojmë kohën me njëri tjetrin, shpesh harrohet rëndësia e momenteve të vogla familjare. Dikur, familja shpesh mbledhej rreth sofrës. Bisedat ishin më të gjata, ndërsa koha e kaluar së bashku kishte një tjetër vlerë. Sot, megjithse jeta ka ndryshuar shumë, familja vazhdon të mbetet mbështetja më e madhe e njeriut në momentet më të bukura, por edhe më të vështira të jetës. Kjo ditë shërben si një kujtesë për rëndësinë e ruajtjes së lidhjeve familjare, respektit mes gjeneratave dhe kohës së kaluar mes njerëzit më të dashur. Përmes kësaj bisede, sjellim reflektime të sinqerta mbi familjen dikur dhe sot, si dhe mesazhet që vlen për çdo brez. Për më shumë, ju ftojmë të ndiqni bisedat në vazhdim. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Kjo është edhe disa herë që televizioni bëjnë, vjen na merë intervju, po kësaj here edhe s'mujta me vujik, mos me vu përgjigjë dikuj munem, edhe me ju ba pak i mërziqim për këtë punë, por ju falënderit që i keni ardhë për bisedën. Por rinia ju në ka kënë këtu, jo vetëm emja, po e gjithë moshatarëve të këtu, sa a kënë edhe e mirë, ka pas edhe vështirësinat e veta, se jem rrit një vetë të shtërguat, këto thot i fjalla, s'pula gur nuk gihet, jem rrit me shtirësina, me punën e madhe bujqësore, me blektori, me gjitha të gjonat shtira këtu që janë marrë njerëzit në të kona, që po i thëmë edhe ma parë, këtu kanë hagër bukën e gurit. Janë marrë njerëzit me vujtje të mëdha me klashnica, ku ka pa thonë njani ndaç me met pa burra, shtiri në klashnica me punua, me ba gëlqësirin e me nërtua pazarin me to. Unë si i ri jam rrit me shok shumë i kënaqur, me gjithse në nuk kem di edhe me kënd kënaqur, se nuk kem pa diçka ma për tej. Po jem kënd kënaqur për atë kohën si ja kënd koha atërna. Bësa me opinga edhe të shkyeme, bësa edhe me të veshme, pak edhe ato nonat tona të e naj ardnua ardh me ardhnit. E jo si sot për shembull që nuk e din se çka me ba me rroba e me tesha të reja që ka në ardhë, po shqyqy që ka ardhë ajo kohë. Dashnia ka kënë shumë e madhe, edhe ndaj familjes, edhe ka kënë dashnia edhe me shok. Se bile edhe fukaraleku i ka afrit njerëzit edhe i ka bashku njerëzit për me kënë ma të afrëm. Sot kem ma shumë, po dashni kem ma pak. Unë si fëmi, na u kem nimua familjes me jetu e gjallë, ata me ne. Çdo gjë që kem muj me e ba na, nuk i kem qua ata në kam tona, kem shkuar na. Ato janë kënë shumë punë bolë që kem muj me u afru, kem shku, kem nimua me këthy baktin, me ruj baktin, me ba gjanat i vogla, jo me baj në i teret të mathën mi trupin tonë, por u kem nimua shumë familjet. Kurse në kohën e sotit rriten trysh.
fëmija. Ati u peshini edhe këtu vetë, i kanë tona lojna, tona dyzenet, fëmija, e vetë për herë të parë, kur kom shku ushtarë, mi ka ble baba kundrat. Unë me o panga ka shkua. Jo veç unë, po dhe shokët e mi. Më falni për emocionet. Shqyqyr që i ka arë kjo kohë, se kjo është shumë kohë e mirë për kohën e sotit. Po edhe këta i ka në ankesat e veta sot, me ba me i të vetë këta, kanë shumë ankesa. E pra, na si kem di këto, se na si kem shim pas këto ankesa, për nuk i kem di këto. Ashtu që mundem me thonë, jetën e kam kalua të mirë me shok, me familje, prind tanë nuk kanë muj mu shpre ndaj nesh. Atë dashnin që e shprehin sot, prind të e kohës sotit, kanë taj ma larkë pej nevet, kanë dasht me na civilizuar një tjetër mënyrë, e jo si kur koha e sotit. A mendoni se s'kan pas kohë? Ju përkushtua fëmijëve, apër... Edhe kohën e kanë pas ma të kufizuame, nuk kanë pas aqë shumë kohë, se njerëzit kanë punua këto shumë. Këto ada shumë punë e pak fitis. Se ka kanë kohë e ashtu mëzme. Këto tona, këto tu ka ndasht me i punua, e tonë lufta kanë bri ka pshat buka, a ka me dalë, a s'ka me dalë. Njerëzit tu kanë shua ventin e vete, kanë shkua qysh nërë Shkodër, në vise tjera që janë kanë matë tokat matë mira për me fitua bukën e gojës. Prind tanë kanë rrugua kam, e kanë shkua në Podgoricë, me qua drumë me shqitë, që mërë, për me i prunë zionat ma elementare që janë kanë ato krejt, ape e kam një marë dikush i kafe, ape e kam me pak shecir, ape e kam për shemull i zionat vogël edhe vojgurit për bishtuka, se s'kan pas as truj, as rrug, as makin, as radio, as televizor, as kur një e kësësh nuk i kanë pas, as nuk e kanë di se jona pak e se egzistojnë. Bile për ata kanë kalua, ashtu si kanë kalua, të partë tanë, tu mës me di se janë gjanat dhe egzistojnë gjanat. A duke qenë se është edhe zonë malore, cila punë konkretisht, me cilën punë konkretisht janë marrë më shumëtit, saj përket bujqësisë? Këtu më shumit janë marrë me blektori dhe bujqësi. Ky fshat ka pasë dhe tokat mira i kanë punua, është keni njoftun se ka le Kolomoqi, kanë le disa gjana kultura, kanë le këtu edhe mirë, por edhe blektorinë kanë pas, për shembull, kanë pas dele, kanë pas li, kanë pas lopë, i kanë paj qijet për me punua tokën, kanë paj besa edhe ku alego mare, se në dasht me baj barën në shpinë, e kanë bajt edhe njerëzit, e barën në shpinë, kanë baj gjithin, e kanë baj dronin, e kanë baj gjitha gjonat i kanë baj në shpinë, baktia edhe robnia, se nuk ka pas mjetet në tryshme për transport këtu. E qëfar leret ka pa familja në atë kohë, si janë këshyrë, ndoshta edhe i maj moshuami, menoni se ka pas si figurë, a ka ndryshua jo figure se si janë këshyrë, maj moshuami, atëre si këshyrët tash? Ka ndryshua shumë. Ndoshta për gjitha këto shtëpia, a kanë i zoti i shtëpisë. Në lënë të antarë, në 15-20 antarë, bile i zotë shpijet ka kanë. Edhe a i ka lanë urnat, që kanë me punua, që kanë me ba, me sigurisë se janë kanë gjithë knasën, se si ja u kanë drejtua, por janë shtu edhe kanë veprua. Kanë veprua edhe kanë respektua, për shembull, urnat e zotit shpis, edhe të zoj shpis. Janë respektua edhe familja shumë ma shumë me njëri tjetrin se sa sot, me gjithë se edhe sot ka familje shumë të respektshme, që respektohen e janë shumë
por sot janë kushtet edhe ma të mira për mo respektua njëri me tjetrin, se gati kur kush kuj nuk i bërzihet në punë të veta, ashtu që është edhe koha me kanë njerëzit ma të afërme, ma të dashtune. Ashtë i zjanë aty që, do me thonë, ajo xhelozia, unë po kam, e ajë s'po ka, unë po kam a diçka që na qënë diçka për me menua, nuk është e mira ajo të populli ynë, për shembull me pas, po duhet më gëzua kur të ketë dikushi, duhet më gëzua kur të bash diçka ti me diesën tante, me monimin tante dhe me hallin tante. Po kohën e lirë, mbas punës, si e keni kaluar? Unë vetë për vetin kom pasë dhe kohë lira. Si fëmini, kem dalin bjeshk atje në Qemer. Atje më kanë qua që ishën moshën 5 vjeqare me dalin bjeshk atje. Atër edhe në shkollim, s'kom bane i shkollë vetë, ashtu një kom krye 8 vjetë, por besa kohët lirë kem pa shumë pak. Me të thënë vërtetën, sa ke marrë për i shkollët, prinja na kanë thonë, duhet me shkuat e litë, duhet me shkuat e berët, duhet me shkuat një këtë punë sa shumë e nevojshme me e krye. Edhe na pa kur i farë ezitimit i kem digjua edhe na da me shkua një atje ku na kanë thonë prinja. Kurse sot duhet me shkuat në Kopsht, sot duhet me shkua në Lojca, sot duhet me shkua në Dyzene e fëmija, edhe shqyqyr që ka ardha jo kohë. Ne na kanë qua me blil komullën, me blil thanën, me blil të tona ato gjana, me i bashkua, si kur bleta që i dele hapetën për livade, jo shtu na dalë na me dalë, për me i pru ato gjana, për me bashkua të fundin e familjes për me të gjallë. Po në Bjeshk, pëse shkonit? Në Bjeshk kem dalë, besa i kishim gjana, i kishim këtu thahej shumë, këtu veti, në Helmic, e në duhe me dalë atje në Qemer, atje i të pak ma njëm, kite barë atje, kanë dalë besa 3 copë katune, kanë dalë në Bjeshk atje. Problema kena atje se nuk kite uj, po pak uj, se kullosa kite për bakti. Kem të ka 2 muaj dit, jetën bile edhe ma të lumë tonë, me hangër, me fjet e me pushu e kom pas atje. Ato ishin pushimet e mia. Filloj jeta, shkova ushtar, sa u ktheva pe ushtrijet, me dëshiren e prindvet edhe u martova, se edhe ata martoju, u martova në moshën 24 vjeqare, ashtu që kem pas 5 ullat, gjithë i kam të martuam, tonë në fatin e mirë, deri sot, kom martua dhe djalin, këtu kom nipe, tonë të rritë, tonë të përparua, vetë për vetin jam i gëzuar, jam i lumë tonë, edhe jam i gëzuar. Nuk jam i lumë tonë kur e shorë rrethin, i pjesë të male, që asë nuk fejohen, asë nuk martohen, kanë shkuar në mosh, nuk e di ku është problemi i tynet, por është jo e mirë për ventin tonë, edhe për popullin tonë. E kështu si zonë, sa jeni këtë afer të njëri me tjetrin, sa i keni dalë ndim njëri tjetrit kur dikush ka pas nevoja, dhe si e shqitni tash, a ka ndryshuat gjanat aspekt? Për çdo nevoj që ka pas këtu, veti ose katuni, ne jem kënd gachim. Me një mua se me aksione vullnetare, e kem godit tonë këtë rrugë. Do me thonë, 2 metra rrugë, shteti i Malitzit nuk ka dasht me në lanë tjetër në atë kohë, vetëm 3 metra rrugë, 4 metra rrugë, më falë. Rrok Pjetrin e kishim kryetar, edhe a i ka thonë, nuk prenoj, tonë me krah e kem zgjan, ka 2 metra rrugë. Me një ma shumë të vogla, vetëm me krah, e kem zgjan rrugën. Ashtu kem bon edhe për strujen, kur në ka ardhë, kem lanë nimat,
Do me thonë, alshua struja në teton, hot alshua për një natë. Do me thonë, s'kem ba dalime, ati e këtina. Kem pas fatin me pas Rok Pietrin me na ullhes për shumë vite, që na ka ullhes në të kohë të shtira, kanë punua dhe tjertë, jeta përmirësua, këto jetohet Bajagimir, jetohet në kohën e sodit, billa kem me gesa se nuk na ka ardhë ujt këto, kem me gesa e ku s'ka uj, shtira është edhe për me jetu ashtu si lype, se na mungon ujt, falenderojmë edhe komunën se na ka një mua, ka pak me do cisterne, na qisin ka pak uj, por ashtu që mund jetohet këto, me pak kujdes, mund jetohet këto në këto vese, të janë vese jo të kollajta, po duhet me i ruaj se të partë tonë këto i kanë la me zjak. E qka është ajo që u ka paj ma shumë, ti të besoj ka pasë edhe shpërngullje nga kjo zonë? Këto ka pa shpërngullje, po, janë kënë kohët e shtira. Qysh fill mas luftet, populli ka me të fukara këtu pa kur gjanë. Njerëzit janë kap me punua me klashnica, me dje gurin, me bangëlqire, me prej tona këto male, e me i shti me i dje këto, ton njerëz kanë kënë ata, ton mishit e zgjakut, ato janë kënë vujtje të mla. Dikur janë detyrua edhe s'kanë muj ma me pa edhe kanë shkua për shtetet bashkuara të Amerikës, ate e këtena për një jetë më të lumtur kanë shkua. Por prapë se prapë kë vend ka met këto i pjesë e këtij popullit ka met, besa mos e gjysë e popullit ka shkua. Këtu kanë kënë shumë zona, këtu kanë kënë lufta, këtu ka kënë vija kufinit, të s'ke di me ka i e këtu. Ka ardhë Shqipnia me të gërbabën e të karra. Ka ardhë baja Stan Kovisi e të karra e të kabra. Me madhja lufta kanë me jetua për këto vese këtu. Ka ardhë Turku, ka ardhë Gjermani, ka ardhë Italiani, gjithë i cili a dasht me i dalë anë mist e popullit e të vetit janë kënë ata. Ata kanë kërkua dish. Gjithmonë je kanë stres, gjithmonë të partë tanë janë kënë në luft, si kur thohet, për i jetë edhe si kanë zhuk të vese. E sot, si e shihni atë afirmitetin mes njëri tjetrit? A vazhdon me keni njajt, apo mendoni se ka ndryshuar, janë larguar njerëzit janë i prej tjetrit deri diku? Besa, po të kallëzoj se janë larguar dhe fort janë larguar njerëzit. Ka ardhi tjetër kohë, ka ma shumë. Gjithë kushi i kësyra të punë të veta, nuk kanë nevoj të për shumë për njëni tjetrin. Janë ardhe të huj njerëzit, e larguar njerëzit, nuk komunikojnë njerëzit bollë me njëni tjetrin. E qka menoni se i ka prunë këtë kohë kështu të tëmë? Unë menoj se e ka prunë jo respekti ndaj njëni tjetrit. Kur gjanë tjetër. Vetëm nuk respektohen njerëzit. Se kur kush kuj gjanë si ka bëqë. Por nuk respektohen njerëzit për me shkua, për me ardhë. Mirë, na bashkojnë festat, na bashkojnë si kur janë pashte, na bashkojnë festat, e shkojmë të njëri tjetri. Por jo me thonë si kanë shkua njerëzit, se në atë kohë, këtu kanë shkua njerëzit të ndaj pas darket për natë, të njëri tjetri. Sonë të këtu, nëse proma i kanë thonë jem të ti, pas e se proma të ti, me gjithë se e kanë kaluat gjithë ditën, e kanë kaluat u rrugua, pe këti eventit, e në Podgoricë. Kanë shkua me kual, e me mush, e me gomar, e tu është i drun, e tu është i cymër, edhe në promjet kanë ardhë dhe kanë luaj lojnat, e kanë tej deri në ora një, bëllat deri vonë kanë tej tu luaj, gjithë fa lojnash me njëri tjetrin, pra ta janë kanë edhe më shumë më të dashtun. E kanë pas më rëndësi me kaluat kohën e lirë bashkë me njëri tjetrin. Kohën e lirë e kanë kalua bashkë, nësot i kem të tona mrenë, shohim aty krejt në internet, në televizore,
në tona këto gjona shohet çka bajnë botës, jem të interesuar as shumë për njëri tjetrin, edhe ata na ka prunë beladerin këtë gjënie ashtu që nuk ka bolle dashtun njëri me tjetrin me pas. E fjala e prindrit është respektua? Fjala e prindrit po. Unë po të thëmë këtu, në jetën teme nuk e di, se i kom thënë jo. Nuk e di. Sot thët jo, pa sa punë, nuk ka interesant e punë me thënë jo, edhe s'du, edhe se baj, por bella, po kom thonë, e bella bon se kom, por po kom thonë, se da me thënë po, se në kam pësu me thënë po, johën se kem ditë. Ashtu e ka pas edhe ushtëria, jo s'ka, nuk muni, jam i lik, o diç tjetër. E kështu në përgjithësia, menoni si njerëzit kalojnë ma pak kohë se ma përpara me familjen? Unë menoj se po, është të kufizuam koha, se njerëzit edhe punojnë, janë në punë, në të tona ato ndikojnë, edhe shkolla, edhe kopshti, edhe sot nuk është veç edukata e prindit, sot është edukata e rrugës, edukata e kopshtit, edukata e shkollës, edukata e shoqërisë, janë shumë gjëra që i edukojnë fëmijën edhe i marrin. Unë e di se sot janë fëmija shumë më zhvilluar, katruni. Pse? Veç sa e bën vjetën e lyp telefonin, e lyp dritën, e lyp dijen, e lyp të tona. Nësi kem pas ato. Nësi kem pa kurrë ato. Jem rrite, jem ba gati për martesë edhe nuk i kem ditë shumë gjona që bella fëmija 5 vjeç i dinë sot. E kështu është diçka që ju mungon prej asaj kohet? Po mungon shumë gjona mungojnë pe asaj kohet. Megjithse ka kënë bella zhveshje, bella zmathje, bella të tona janë kënë ato, bella fukaralla ka kënë ata, por mungojnë ato, mungon shoqënia, mungon respekti, mungojnë, të tona mungojnë. Unë e di se një ashtu shkoshim edhe gjithë ditën me shokët e mi, kur kishim kohë të lirë, delshim, luashim top gjithë ditën. Ishin turniret në atë kohë, me gjithë se vetë që jam kanë në lejtarë të për fortimiri atje, por shkoshim e luashim top, deri nërë drume atje, bregu i Bales, luashim, ishin turniret pe gjithë kahit. Sot nuk ka kur gjanë sitit. I kem pas lojnë atë ka nalë stadiumet që luashim top me ekipa, gati nuk mundshim edhe me gjithë termin me luaj aq ishim ekipa. Por këtu ka kënë popull i madh, jo si sot. Këtu ka kënë edhe sa 3 herë sot, o 4 herë sot ka kënë popull kësajt e në këto vese. Po njerëzit e lëshuën, u shpërgullen, iken ranë edhe këtu në rafshinën e Tuzit, iken edhe për të brakat e shkuën në botën tjetër, ashtu që fort jem nua, jem vorfnua këtu në këto vese, por inshallah ka mu këthyë rinia, me ju këthyë vetit, me ju këthyë jetës në fshate, se nuk është se nuk janë kushtet se mund jetohet edhe këtu, se rruga është, struja është, disa gjona për jetes janë edhe këtu, nevojshme që mund jetohet edhe mirë jetohet. Mbas tash në këtë moshë që jeni, mbas tanë munimit, gjithë sakrificë, çka do më thonë për ju i familje e lumtun? Si e shihni ju tash në këtë moshë që jeni? I familje e lumtun mundet me kënë kur familja s'ka probleme, e ka shëndetin, edhe ka familjen edhe zemën e plotësuame. Kur e shë uladin tu përparua, si kur të pëshini këto të vetë që janë nipa e nipe e tu rrit e inshallah dhe ma shumë, ashtu mundet me kënë i familje e përparuame. Po këtu të në janë shumë familje që vetëm shenoj plak, shenoj njerit më shumë,
shënoj njeri që e ka kalua kohën e sa martua, sillet, nuk din çka me ba, a vonua për martes, ka metja aty. Ato, inshallah Zoti ka me drejtua edhe ata në fatin e tynet, por janë shumë familje në vendet tona që e kanë këtë fat, sjellen edhe nuk e kërkojnë fatin e vet deri në momentet që tjetë njeri gjallë duhet me e kërkua fatin e vet. Po këta nuk e kërkojnë, rrinë, kam kritika për rinin, se menojnë se kanë bëjnë makine, kanë bëjnë telefon, ose ka një dashnore, edhe kanë bëjnë gjithçkahin. Po nuk është ajo punë ashtu. Nuk është ajo punë. Do të me menua për këta fëmijë, për me lënë dikon në shtëpi, me lënë pasardhësit. Dhe për fund, a keni ndonjë mesazh apo thirrje për ato familjet e reja, çka menoni se është diçka që kite mu dashur për t'i mu përcjell prej brezit në brez, edhe çka menoni diçka që është me vlerë, domethënë ditët e sotme mu përcjell tek familjet e reja sidomos? Familjet e reja do të jenë sinqerta në martesë, të respektojnë, të formojnë familjet e veta, të qasen jetës primet me punua, si me dash me jetua primen, jo me ban lojna. Sot jam mjektu, nesër s'di ku ka me kënë. Ajo nuk është e primeqime, të formojnë familjet, të respektojnë gjakun, i lakan, gjitha ata që është për me i ruajt si kem pasna traditat tona, edhe besoj kanë me kanë mirë, edhe me Zotin, edhe me ropin, edhe me gjithkanin, në kjo se i respektojnë këto vlera njerëzore. Atëherë Xhelosh Muhametet, ju falenderoj shumë për mikpritjen tuaj, ju uroj shëndet të plotë dhe uroj shumë që kjo shtëpi të mbushet me nipa dhe stërnipa. Gjithat mirët, ishte kënaqësi. Keni me na falë, në kjo se kem ba në i gabim, po kem ba na gabim, ju s'kini ba gabime, falenderoj shumë për ardhen tuaj. Edhe miru pashin. Sparit falemderit juve, falemderit TV Bojin, që është i gatshëm për gjithçka, për çdo aktivitet me marrë pjesë, e veçanërisht intervistat që dalin me i marrën të Muzeu i Xhelolit. Respektet komplet stafit që punoni. Me krahasua fëminin time, të asaj kohe, gjithë një flas për moshën 50 vjeçare. E fëmijët e sotëm kanë dallim shumë të madh. Kushtet e atërshme me kushtet tashme. E mos me fol gjeneratave që janë 60 vjeçare, 70 vjeçare, adena, janë ka shumë dopta, shumë dopta, po i gjithë prindjes që i kemë në malësi, kanë pas vullnetin e fort, e dhënimin e Zotit, për me jetua e me në rritë. Se vërtetën kanë kushtet shumë shtira, kushtet minimale ma. E me krahasua me kushtet sotme, flasë për këtun katon. E të njëjtë atë janë edhe manejna, veç këtun si në katon, janë gjitha kushtet. Gjitha kushtet i kanë, nuk e di çka me të shtua ma shumë për fëmijët sodëm. Gjithë një po flasën në zonën malore. Njëjtë gjë është edhe në rrafshin atena. Falenderoj Zotit e kusht që kanë ardhe familjeve që janë këtu e nimave, se gjithmonë kem pas për krahjen e diasporës. Gjithmonë na kanë ndihmuar, si veçanërisht kur jam kanë na ka ndihmuar me jetu, na ka pas gjallë diaspora. Pra po thome edhe për India këtu, sa ta kanë punuar, kanë jetuar, por janë kanë kushte shumë shtira, e vërtet vullneti i madh për jetë e me rrit familje, me rrit ulade, me kriju familje, me vaj familjen, ka pak i math i prindve tanë, se me kushte jashtëzakonisht shtira. E flas tash që jam prind vet, e krahasoj të atërshmen edhe tashmen. Unë me gjitha kushtet, edhe thom çka, jom ka lënë, i kanë gjitha kushtet.
kushtet për shkollime, kushtet për me rrugu në shkollë, gjitha unë. Vesh me tha, ne pa i zot shnedën edhe mecë për para. Do ndani diçka nga familjeria juaj që do e ndanit me shikuesit, si e mbani mend? Vetëm unë e krahasoj rrugimin në shkollë, të fëmijërisë sime, e krahasoj me të fëmijëve e mi sot. Na çute nona në 6 nate, si tona stin, se jote në çute, si në vjerë, si në dimën, si në verë në pranverë, se në prapën në pranverë gjatë dita, po në kohë dimnit, në 6 nate më qohë fëmija në klasë parë, në klasë dytë, në 6 gjysë njëshim prej këtyte, me vëlla, me motra, me shkua, edhe të tonë të arkatoni, ju të mna, po, komplet. Në 6 gjysë njësu për me kënë në 8 ora në shkollën bashkimi, është të në atje në katonin Skaraq. Aty jem shkuana. Do më thau me djallin tem, sot e marrë në vjen makina, vjen autobusi, e i merë, e i qonë, e i këthen, e i bjen, atë nina, duj mu njës kam për nërë. Sot me njës djallin tem në 6 gjysë, në 9 me njës, zdi shka me i dhanë, po, belajt e dashtë veç. Vërtet ka nërë edhe kohna pak ma të përquqime. Sot na kem rruguar në shkollë, po nuk kem pas kur farë frikët as tramet se po në delkush për para. Se normal, në deli buqë, në deli lijepur, në deli ato, edhe sot. Sot për nërë muni s'kam me shkua i sate gjys, me rrugua, të shkoa gjithë farë rrugime, shë gjithë farë, pra po qëtua pak trauma, pak jo siguria. Duhet të ndalim paksa tek koha e lirë. Si e mbani mend, ka pasur kohë të lirë për shembull prindrit tuaja, por ju si fëmijë keni pasur më shumë kohë të lirë, apo jeni dashur të ndihmoni prindërve, jeni gjithmonë aktiv, dhe si e shihni sot, ka kohë për familje? Edhe në të kaluamin, edhe atër kanë pa kohë pak prindja. Se edhe me shku në punë, me punua, me punë krahit. Kërësisht punë krahit që kanë punua prindja. Edhe vërtet u kanë një mua fëmija ma fort prindjes atër. Unë në mosh të vogël, ma shumë i kanë një mua babë se nënës vetë se që kam një modjali mua tash. Vërtet ka ardhë kjo, sa falmirë zotit, ka ardhë kjo inteligencë artificiale, ecë për para me kohën, po edhe ka pak mu marrë me na fëmija, me na përkra, me na një mua ma shumë. Me gjithë kohë për fëmijë, pa i gjithët koha për nërë veç e kufizume edhe me taj me fëmijët. Vërtetën, edhe për pare në kanë, me siguri veç koha e tashme, ka ardhë që shjeta me shpejt, me shpejt nuk. Me i krasu i 10 vjeqare, me moshën të me 50 vjeqare, a i kap kohën ma kollaj. A i ecë me rrjetet sociale, me inteligencën artificiale. Unë 50 vjeqari, mu më duhet edhe mu me ecë, ma të kohë e kam shumë shtirë me i kap. Mu më duhet të ndaqa me dalë me shku në puna, në gjitha aktivitet të jetës, sa ba jeta digitale tash edhe s'ka, duhet me ecë me kohën. Si e kanë kalua kohën, për shembull, besoj kanë ekzistuar dhe ato tajet pasdarke, apo jo? Po kohën, në shumicën e kohë se kem, si fëmijë, lushim jashtë në natyrë. Nësë kem blejë gjanat në qytete me dalë me luaj në bardha i me to. Por e kem luaj me dëgure, kem godit do rrugë, kem gjithë do këso, si mo tha, kalaj që amboshe, e godit gjenje mënyrën edhe na me luaj me jetu, me kalua jetën e lirë. Po, a mendoni se sot familjet përballen më shumë probleme apo vështirësi në them, krahasuar me kohën e kaluar? Me siguri se po. Se është jeta moderne, sot e fëmija shkon me kohën. E çdo prindit i çtohen problemet e menimet, si çdo prindit. Dinë se të tani duhemi se u ladin fëmin. E çtohet, do të mu çtua kujdesi, do të mu çtua frikave që ekziston. Do më thaja nuk hjeket. Trema, me thaj 24 orë, ato veç e ka çdo prind. Kujdesi ma i math, duhet me kenë, na duhet. Pa mërë parasysh çfarë moshet e ka fëmija.
Edhe fëmija e parashkollores, edhe mata dënë kujdes të madhë, se vërtet e lyp pak kufizim me të telefone, me të iPad-e, me të... E si e shihni ndikimin e tyre teknologjisë në përgjithësi tek ajo marrëdhënia familjare? Ai tek marrëdhënia familjare nuk e shohim fort mirë, din. Se unë vetë as kohë sa e kalon dhe gjysë, një pjesë të kohë të kalote me prindje, mos me i kalon në telefone, në këto gjana, di janë të mira, pra pëthom, du të me ecë me kohën. Por me këshyrën tjetër në anë janë edhe helmë. Sidomos për fëmijë. Ndërsa ju e përmendët që shumicën e kohës keni qenë në natyrë, apo jo? Pa, me sigurisë. Natyra aty edhe është e shnoshe për krahin të ashtetan, edhe mjek të gjithë ka thot, do me tha të parën herë, kur për shembull e çoj fëmijën të një mjek i fëmijëve aty të parën herë, thot, leje fëmijën sa ma shumë në natyrë. Leje të lëviz, dal jashtë sa ma shumë, mos të rinë në hapësinat të mëllona, dal jashtë. Si e shihni ju se çfarë e mban një familje të bashkuar? Respekti për moshat. Moshën me respektua. Aq sa presun prej fëmijut, me më respektu fëmiju em, edhe vetë jam i detyruar me respektu atë jetën e tina, të fëmijës tina, të fëmijës sem, jetën e tina. Po, atër, kur ekziston respekti, atër ekziston edhe dashnia, marrëveshja, kur janë këtë në familje, me tha veç, o zot ne pa i shnedën edhe, gjithçka është, gjithçka vjen se, ka herë dhe kjo parja, e mirë ka, vegël jetesit ka kjo parja, po nuk ka gjithë shkahja, ka ndo gjana tjera më të rëndësishme, se prapë po thëmë, kanë me vujtje, me halë, me fukarëlesit të mlaja që i kanë pas prind tanë, të tanë prind, por kanë pas respektin e marrëveshjen e dashnin, edhe kanë ecë përpara, në kanë rritë tanë veç në shemirë, të tanë vetën për malësi. Do të thotë edhe në të kaluarën ka ekzistuar ai respekt, ja mendoni sa është zbe në krahasim me të kaluarën, do të thotë e tani është zbe ai respekti dhe si është, të them, ka pasur një rëndësi të madhe ai, të them, roli i babait apo roli i më të moshuarit në familje. Ma i mallohen përpara, në të kaluamën, edhe sot është, edhe sot ekziston, por pak e ka zbe, pak e vënon kjo jeta digitalje. Pak e vënon ato. Por, edhe sot ekziston. Ekziston, më thonë, flasë për një të trevet e malësisë, se bajagi kem kontakt rreth punët e një, familjet e një, kështu veç, është respekti, marrëveshjen për familje, në gjithku ka plusa minusa, veç kryesisht është respekti, marrëveshja, dashnia, e pojnë halë janë malësi. Ecim edhe me kohën, pra pëthom, ecim edhe me kohën, veç edhe kjo gjë halë ekziston, halë e pojmë trashëgimit parëve baballarëve tanë. Po ai afirmiteti mes njerëzve si ishte më parë, ka ndryshuar gjën sot, të them edhe ndoshta kushit njëri mes tjetrit, të afërmit, kanë dalë në ndihmë njëri tjetrit? Me kohën e sotme, kohën e sotme me të kaluamën, kryesisht kanë punuar, kanë jetuar katune, edhe kanë paj, janë marrë me blegtori, kanë paj bakti. Po sot shumica janë të punësuam. E ajo gjë pak e ka zbej fije, se do të puna, unë bardha jetoj, e punën e kam në Sukrujës. Më të më shkuar për ditë, do më thonë, pak e ka largua jo punë, halo ekziston, me shku të njëri tjetëri, me i dalë një njëri tjetërit, ata po se po. Kryesisht flasë për këto zonat këtejna, flasë për zonën malore këtejna, çfarë do nevojë që me pas për nërë veç i thrasim edhe vinën, i shokët rini janë shumë të afërm. Dhe më thaj, për krah njëri tjetërin, një moj njëri tjetërit, në gjdo lami që i kanë, në gjdo nevoj që i kanë ditës. Me pas nevoj një moj njëri tjetërit. Halë ekziston e ajo punë. Halë ekziston e, por pra po thëmë, shkujnë zonat të me të rënua se i ban jetë ashtunësme. Për para tonën ke këtu, në ata shumë,
Mase gjysa e katonit me thonë, tani i kem punë të poshtë, në tuz me rëthina. Atër pa jo gja, adin pak e zbej veç, po si jo. Po në këtë zonë, më shumë të janë marrë me blegëtoria, po jo? Po, kërësisht me blegëtori, janë marrë edhe me bujësi, po kërësisht janë marrë me blegëtori, se me marrë me bujësi, nësë kem pa ujë diri tash. 2 vjetë telefonit në këtë zonë, të hotit, ka dalë, e kanë regullua, duke e falendrua komunës, e ka regullua ujësjelësin, edhe në pjesën atë të hotit, deri në Skorec, me leshalë mënim zotit tash, premtimet janë, fjallët e mira janë, se kanë me vazhdua me eci deri në Trabajnë. Ashtu që me jetënu komplet këtë zonë, këtë malin e hotit me ujësjelës. E me pa kënd të kalu me në ujësjelësi, me sa i të kënë dhe diçka tjetër krejtë. Flasë për jetë kohë 2 vjetë të e funit, 2 vjetë të e funit që ka ujëbalë, për nërë veç e shesë se është diçka tjetër. Dhe më thonë përmirësu, pa ju, thuhet, ku s'ka ujë, s'ka jetë, po. Po, ka pasur shpërngulje gjatë viteve? Vitet e funit, pak ma letë, se vitet e kalu me, i pa me të kurem kemë veju para 30 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë atena, ajo shpërngulje, pa e, veç me i krasu masë, ma shumë se gjysa katonit, po flasë shemull për katon bardhe, por mu lirisht mu një dhe për Trabojnë e për tanot me të folë, ma shumë se gjysa e utit janë shpërngullën. Ose kanë shkuar në shtetet jashtme, ose janë ule jetojnë, prap dhe mirë bolë se jetojnë kanë tunë për malësi, të në regullë. Dhe çfarë ju ka motivuar që të qëndroni besnik vendit? A do me të këmë të vërtetën, unë jam kënë në shtetit bashkuar të Amerikës. I lejt i ka me, nuk e di kur në jetë nuk e më ka thonë menja si jefi me shku në vetë. Bella edhe sjellmja e prindjes, më ka ba, më ka me të veç, e kam i vëllat jetë në Amerikë vetë, kur në jetë nuk e më ka thonë, as mua, as kur njoj të antarë familjes, e lëshoje hajde. Edhe po të asjaroj se pse. Me siguria saj nuk o pajtua ma të vetë. Po flasë drejt për me, e si vete vlau em janë shumë. Se rrëth vujtjeve, halëve, fukaralecesh, edhe për ndjekëve politike, gjithë farë mënyrash e kanë shumë malsinë. Se prej halët, me folë shumë prej halët, se prej si e fitasja. Nuk në ka thonë, aj vlau, hajdeni, asjajt. E aj i milion herë, ma kollaj e kite pas, aj, me ne pa thonë, hajdeni, ne kite një mua me regullu jetesën atje dhe kite krye punë me një. E kështu i duhet 24 hoj në 365 ditë të vjetës me taj të më në një mua, të më në prekraton familjes. Por, aty e shoh vetë se asaj nuk ka pas sief, por një da, me ilëshua. Janë ka vojtje, halë, shëqyr që janë të kalume të... Po, atëherë kthehemi tek familja. Çfarë mendoni se është gjëja kryesore që prindrit duhet t'u përcjelljin brezit të ri, pra fëmijëve? Me vazhdu shkollimin, me respektua prindjen, të afërmin, komplet familjar, shoqërinë dhe rrethin ku jeton. Ti bajnë të 2 gjëra kur farë filozofie tjetër s'presim prej tyre. Tjera gjëra e lëm Zotit në dorë dhe me jetës me kohën, e la ta thëmë, me jetës me kohën, por jo me hapa ma të shpejtë se që ka koha, me kohën me jetës. Atëherë përfundohet edhe një mesazh nga ju me rastin e ditës së ndërkombëtare të familjeve, cili është ai mesazhi që do dëshironi që përmes televizionit Bojnë tu përcjellni familjeve, sidomos atyre familjeve të reja. Familjeve, kryesisht familjeve të reja, u dëshoj sparit marrëveshje në familje, pacë e mirë kuptim. Atëherë si të merren vesh, prindja kanë me vazhdu edhe fëmija. Në kjo se merren vesh prindja mes vetit, edhe fëmija kanë mu marrë vesh mirë mes vetit. Një atë edukate marrin. Mos ja lanë, do më tha, nuk mundi me i lanë me qmua fajtorët e në fëmijën temë.
Një ka ba gjënë fëmijë em, belem ka pa mu, si prind se kom ba diçka keq, sa i ka vazhdu, ka tha mira. Po, i herë të kem në si prindje, marrveshin si familje, atërna vazhdu të ecet për para. E tjetër edhe u dëshrojmë shnet, se me shnede nuk vajt kur gja, edhe mënoj se koha, kushtet e jetës janë të mira, e të bukura, me ishi jo këtë jetë. E ti mbetet ju falenderoj shumë për kohën dhe për këto mesazhet dhe shërimet e vlefshme që i keni ndarë në këtë ditë. Faleminderit juve, faleminderit Sanders, e gjithë stafi që punoni aty, pra po thom, në çdo aktivitet që kemë, janë, delnje, jeni aktive dhe u paqim, vazhdoni punë të marë. Respekte. Shikues të nderuar, familja mbetet vendi ku njeriu gjithmonë gjen mbështetje, mirëkuptim dhe dashuri, pavarësisht kohës apo sfidave që sjell jeta. Edhe pse mënyra e jetesës ka ndryshuar shumë ndër vite, vlerat familjare vazhdojnë të kenë një rëndësi të veçantë për çdo shoqëri dhe çdo brez. Me rastin e ditës ndërkombëtare të familjes, shpresojmë që këto biseda të kenë sjell pak reflektim mbi rëndësinë e kohës së kaluar me familjen, respektit ndaj njëri tjetrit dhe ruajtjes së lidhjeve që na mbajnë bashkë. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në emisione tjera.